Artan Duro si gjithmonë aktiv në fushën e lojës së handballit edhe sot ishte mjaft impulsiv duke shënuar dhe gola përballë ekipit të veteranëve të Ferizajt. Në një aktivitet që ju kushtua kolegut dhe mikut tuaj që sot nuk jeton Nikolin Garroca. Sot mbushen 5 vjet që shoku ynë Nikolin Garroca na mohon, çdo përfitor ka emocione vet. Mundona për çdo vjet që ta kujtojmë shokun tonë sepse ai gallon shumë, jo vetëm në handball, por edhe në fushën e biznesit për qytetin tonë. Emocione pafund në këtë përkujtimore. Çfarë veçantë kishte Nikolin Garroca? Veçanta me Nikon unë kam luajtur shumë vite, kena qenë edhe antar të ekipit kombëtar. Më mend karakterin e tij, një djalë i fuqishëm, një djalë i respektuar, i mrekullueshëm dhe i ndihmonte ekipin në çdo mëshirë. Të kthehemi tek fusha e lojës, ishte shumë cilësor. Sa gola shënua sot? Po, rëndësi ka loja e vllaznisë. Sot ishte, u bën vite që ne jam shpunë në handballi dhe për çdo përfitor të Nikos na takon që ta respektojmë duke marrë pjesë në fushën e lojës dhe si gjithmonë kur ekipeve të Ferizajt, të ekipeve të Maqedonisë, të cilët i falenderojmë për pjesëmarrjen e këtë përkujtimore. Faleminderit. Faleminderit, grazie. Gjithë mirë.